Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Jam duke ikur në një udhëtim dhe me patjetër që nuk do të rri pa ju sjellur lajmet më të fundit. Do të jem për ca ditë kam përzgjedhur që të bëj një pushim, sepse mendoj që çdo njeriu t'i duhet një pushim dhe sonte dua të sjell ngjarjet më të fundit, lajmet më të fundit që në fakt kanë ndodhur në jetën e artistëve shqiptar. Është përfolur shumë një marrëdhënie e mundshme midis Elionës dhe Klodit. Shumica nuk e besonin, mendonin që është një lajm i rem, mendonin që është një lajm kot. Çuditërisht rezultoi që të jetë lajm i vërtet. Edhe pse u munduan që ta mbajnë marrëdhënien e tyre të fshehtë, munduan që ta mbajnë në fakt marrëdhënien e tyre të mbyllur, të mos komentohet shumë, të mos flitet shumë, të mos shkruhet shumë për to. Çuditërisht Klodi dhe Eliona, edhe pse para ca ditësh domethënë I pam në një koncert tek Tajna, pa bërë shumë zë, vendosën që t'i japin një dritë rrugtimit të tyre të dashurisë. Me thënë çifti është lidhur pas përfundimit të Big Brotherit, ju e dini shumë bukur që Eliona ka pas preferencë për Klodin që në kohën kur ishte pjesë e Big Brotherit, e dashuronte, e admironte, ishte e lidhur shpirtërisht me Klodin. Por dhe me thënë shumicës si duke ishte një gjë që është e parealizueshme. Klodi ishte shumë I ftohtë në aspekt me Elion, ishte shumë I egër në të pjesën, por gjëra që ndjen me shpirt, gjëra që duhen me patjetër që edhe realizohen, me thënë gjëra që ne I kemi për zemër. Dhe kështu që Klodi dhe Eliona arritën që jashta shtëpisë të Big Brotherit të finalizojnë dashurinë e tyre. Një herë erdhi si hamenci, do me thënë nuk përfol thjesht si një thashë e them, shumica nuk e besonin, e quanin lajm të rem, por ditën e sotme, Klodi dhe Eliona na kanë befasuar. Ato kanë kaluar një moment shumë të veçantë në jetën e tyre, ku Klodi dhe Eliona kanë vendosur që të fejohen, do me thënë të nisin rrugtimin e tyre të dashurisë. Fejesën e kanë bërë jashta Kosovës, siç duket është një vend bregdetar në fakt ku ato kanë bërë fejesën e tyre, dhe Eliona është me një fustan të thjeshtë të bardhë, Klodi është I veshur me një kostum serioz të bardhë, një kostum teje të tërheqës, ku kanë përzgjedhur të jetë një festë shumë private, ku pjesë e kësaj festës të jetë vetë çifti dhe miqtë të tyre më të afër. Është pak e çuditshme, por dashuria e tyre përfundoi në altarin e kuq, në altarin e dashurisë. Eliona është shumë e lumtur, është shumë e gëzuar, është shumë mirënjohëse te Zoti që ka patur fatin që ta ndërtojë këtë emocion me Klodin, gjithashtu edhe Klodi duke që është shumë I emocionuar dhe shumë I lumtur që po arrihet të bën këtë fejestë. Ndonjë gjatë kohës ma kam sjellur edhe fotografitë.